Bravo, Goca, bravo! Shpejtë në vendit tuaja! Shpejt. Pra, po flisim për atë rekonstruksionin e këtij sheshit, kupton apo ja? Është një gjë shumë e bukur. Përballë Ministrisë së Brendshme. Përballë Ministrisë së Brendshme? Po. Apo nga përballë teatrit, teatrit kombëtar. Ministrisë së Brendshme, teatri kombëtar, ai sheshi tashmë po rekonstruktohet. O sa bukur, do Do ketë vetë Elma, stola, do vetë gjëra të bukura. Stola. Palma nuk e di do ketë apo jo. Kush do shkojë të rrinë për stola aty mund të parë? Nonat dhe babat, shkojnë tulen atje. Do kaloj Sajmir Tahiri mjes dhe i thot baba, o Sajmira, lum shindurët bira, lum shindurët. Ose mund shkoj këto, presi këto nënat dhe babët që ja kanë arrestu njerëzit për mos pagim dritash. Presin e dy. Inshallah për na bo gjo Sajmiri. Dini pak pami sa bukur po bëhet atje. Po bëhet një shesh i bukur. Po, do bëhet bukur. Jo vetëm ai sheshi aty, po do bëhet dhe pedonali, ajo rruga me drita. Që s'ka më as i dritë. Dgjoj. Unë ngordh kur bëjnë pedonale në Shqipëri. O ti. Jo, di pse ngordh, se e parë punës nuk janë kur pedonale dhe prishen pas 3 muajsh. Jo. Të rra kam përshtypjen që do mbajnë 6 muaj. E ke pakte që ka bëj Josefina ke parlamenti si është bërë? Është bërë si kaldrëmet e Rozafës. Si sokatu të marrëve. Dije pak sa bukur po ndërtohet, dije pak, dije. Zot, sa bukur. Vetëm se ka një problem. Kishte punëtor me helmetat verdha. Ka një problem po. Ma do ky është një detaj që edhe mund mos t'ja thoja, po nese. Siç po shikoni edhe në ekranin tuaj miliruar, kjo tabela që është afishuar, fillimi i punimeve është dhjetor. Në dhjetor. Dhjetor 2014. Në dhjetor të 2014. E baj mendu se slite policit parkoje më. Bravo, shumë bukur. Ndërkohë që emri i kësaj studio, Archie Space. Studio që ka përgatitur projektin e tjerë, është, ma lexo pak? Archie Space. Archie Space. Archie Space. Dhjetor 2014 ka filluar punimet, bukur. Ktheu pak parë që ta themi një gjë. Archie Space. Tek navigoja në QKR, unë amik i dashur, shikoj këtu thot data regjistrimit 3/12/2014. Emri i subjektit Archie Space. Pra në 3/12 është regjistruar ky si studio, kupton Archie Space. Ndërkohë që një gjë tjetër që më bën përshtypje, data themelimit është 26/11/2014. Pra, është themeluar në nëntor, në dhjetor të 3 ka marrë licencën nga QKR-ja, në dhjetor të 2014 filloi punimet këtu tek. Çafati plago. Mendosh i ka firma ndërtimi që rrin nga 2 vjet s'marrin i punë. Po pra, bitë. E kuptoj, ja, kjo ishte gjëja që doja, nuk e maja do të më me thonë drejtë. Po si bje bigja këtyre njerëzve, si kanë Pra, në dhjetor të 2014 filluan punimet, ndosha, po them në një dhjetor, se mund të filluan më mrapa, por një dhjetor filluan punimet për rekonstruksionin e sheshit midis teatrit kombëtar dhe Ministrisë së Brendshme, në 3 dhjetor, Archie Space ka paraqit projektin, është regjistruar në QKR. Edhe e fitoj. Edhe e fitoj tendrin, më kuptoni çfarë studio s'ka sot më burrë. Si ka come possibile? Ndërkohë kam studio, më thonë shokët e mi që kanë studio grafike, dizajner e kështu që s'po kapin një punë. Për shembull, kjo bota të mërzit nerva, për shembull. Do t'i fitosh kështu një tendër shtetëror, të shef ajo ty qa punësh ke bërë. Civil quhet, sa ura ke bërë. Archie Space s'kishte nevojë fare për to. Hyni më ngarë për herë. E abitshme pra. Dhjetor 2014 ka fillu punimet, uret këtë që një dhjetor, se më da 3 kjo është regjistruar në QKR. Në nëntor, në 26 nëntor, është themelu kjo. Po kësaj paskara, jo, po kësaj paskara. Do të jetë studi shumë e mirë, nuk e paragjykoj. Kush e di sa punë të bukura do bëj, se për të bërë s'ka bërë asnjë, po. Për të bërë s'ka bërë asnjë akoma, po kush e di sa do bëj. Kush e di sa, bravo. Sa ura do ndërtoj kjo Archie Space. Edhe ortakët janë
Rice Petrela. Rice. Petrela. Vlera kapitalit, vlera pjesë, këto janë detaj që mund t'i klikoni vetë. Zot, kam përshtypjen deri në zgjedhjet e tjera këtë Arqi Space do ta shohim shpesh duke ndërtuar. Në për këto, rilinjët e shesheve, qyteteve, hajde. Bravo, Quna. Do Rogide, bravo. Ka Quna. Sa i thot ta fitosh me djersën e ballit. Ka Quna që kanë bërë shkollë, dizajneri jashtë, këto janë talentuar, ja, si rasti konkret. Arki ose Arqi Space. Arch. You know what I mean, Arch? Harku i hapësirës. A di ku e kanë hedhë këto? Te ky emri anglisht. Kanë kujtu këto, kush ti çash kjo në gjë. Kush kanë kujtu minën? Kto që e kanë dhënë këtë gjë. Pa dashje. Natën e mirë dhe përshëndetje. Mirë të pasim në së mbrëma. Bajza. A mi qoni të të kërceni, triti. Slonza! Onza.